në këtë sallë dhe kush nga qytetarët që po na ndjek do t'ja besoj fundet pensionale, një qeverie të skandalit të 1.4 milion të pasaportave, një qeverie që i kushton 52.000 euro një traktor për ta dhenë për subvencione në bujqësi, një qeverie në mandatin e të cilës janë vjedh dhomat e dëshmive, janë vjedh 10 kilogram ari dhe para, një qeverie e cila ka manipulu me projektin e riadhësimit, askush këta nuk kanë kredibilitet. Urna me njerë, zotni Stavilici, zonja Bajrami e keni 30 sekonda, urna. Unë do t'ja bëja një pyetje, sa vendi kanë krijuar në Prishtinë dhe këtu e keni përgjigjen. Në 15 vite. Po ju them, këtu të gjithë po flasim për problemet, të gjithë i dim ato probleme. Ne gjatë mandatit kaluar treguam që kemi bërë shtetin tonë, më ato janë procese politike të pakthyeshme dhe thamë që i tër energjia, i tër potenciali do të orientohet në realizimin e misionit të ri. Po më pëlqen që secili po e përmend misionin, sepse si që tha dhe Margarita, është i të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.